Dy magazina të kompanisë Wildberries u goditën nga sulmet ukrainase gjatë natës së të hënës, ndërsa një tjetër objekt që duket se është i lidhur me shitsin më të madh online në Rusi u dëmtua pranë Moskës. Ukraina ka intensifikuar javët e fundit sulmet ndaj objekteve të operuara nga Wildberries, kompani që shpesh përshkruhet si Amazoni rus. Të paktën 5 persona humbën jetën dhe 10 të tjerë u plagosën në një zonë industriale rreth 69 kilometra në jug të Kremlinit, njoftuan autoritetet lokale, pa konfirmuar nëse objekti i përkiste Wildberries. Ndërkohë, autoritetet konfirmuan se 2 objekte të tjera të Wildberries u goditën në rajonet e Shën Petersburgut dhe Tverit. Kievi pretendon se këto depo përdoren për furnizimin e ushtrisë ruse, një akuzë që Moska e mohon. Ministria ruse e mbrojtjes deklaroi se gjatë natës kishte kapur dhe shkatruar 320 dron ukrainas. Në të njëjtën kohë, sulmet ruse në Ukrainë shkaktuan të paktën 4 viktima. Guvernatori i rajonit të Moskës, Andrei Vorobyov, bëri të ditur se një magazin e një zonë industriale në Chehov, në periferi të Moskës, u godit dhe mori flak. Sipas tij, dëmtuan gjithashtu një nën stacion elektrik dhe një ndërtesë administrative. Në një postim në Telegram, Vorobyov tha se 7 nga 10 të plagosurit ndodheshin në gjendje të mesme, ndërsa një person ishte në gjendje të rëndë. Mediat ukrainase raportuan se magazina në Chehov ishte e lidhur me Wildberries. Objekti figuron edhe në motorin rus të kërkimit Yandex si një qendër e kompanisë. Wildberries nuk ka bërë koment publik për ngjarjen, por konfirmoi se objekti i saj në rajonin e Shën Petersburgut ishte e goditur. Një video e publikuar në rrjetet sociale dhe e verifikuar nga agjencia Reuters tregon një magazin të Wildberries të përfshirë nga flakët, ndërsa një re e madhe tymi të zi ngrihet mbi ndërtesë. Guvernatori i rajonit të Tverit deklaroi se edhe një tjetër objekt i Wildberries u dëmtua gjatë natës. Ndërkohë, autoritetet lokale në rajonin e Samarës konfirmuan të martën se një magazin e Wildberries e goditur nga dronët ukrainas të dielën ishte shkatruar plotësisht, bashkë me të gjitha mallrat që ndodheshin brenda saj. Lajmi u raportua nga agjencia shtetërore ruse TASS. Nga ana tjetër, shërbimi shtetëror i emergjencave i Ukrainës njoftoi se një grua 89 vjeçare humbi jetën, ndërsa 2 vajza të moshës 2 dhe 12 vjeç ishin mes 7 të plagosurve pas një sulmi rus gjatë natës në qytetin Port të Mikolajevit në jug të vendit. Në rajonin e Sumit, një grua dhe 2 vajza 5 dhe 10 vjeç u vranë pas një sulmi mbi një zonë banimi, ndërsa 4 persona të tjerë mbetën të plagosur. Sulmet ruse plagosën gjithashtu 2 persona në qytetin Bilhorod, Dnistrovski, ndërsa një depo ushqimore u përfshi nga flakët në Dnipro, sipas shërbimit shtetëror të emergjencave të Ukrainës. Zhvillimet vijnë një ditë pasi një plazh i frekuentuar në jug të Rusisë u godit nga një dron, duke shkaktuar 7 viktima dhe 58 të plagosur, sipas autoriteteve ruse. Pamje të verifikuara nga BBC tregojnë një dron që rrëzohet dhe shpërthen në një plazh në rajonin e Krasnodarit, ndërsa turistët ndodheshin në breg dhe në ujë. Disa kanale ukrainase në Telegram kanë pretenduar se droni u rrëzua në plazh pasi sistemi rus i luftës elektronike bllokoi sinjalin e tij. Ndërkohë, dëshmitar okular të cituar nga mediat ruse thanë se para shpërtimit u dëgjuan të shtëna, çka mund të tregojë se mbrojtja ajrore ruse kishte tentuar ta rrëzonte dronin. Guvernatori i rajonit e akuzoi Ukrainën për një sulm të qëllimshëm ndaj civilëve. Ukraina nuk ka komentuar mbi këto pretendime. Si Rusia ashtu edhe Ukraina mohojnë se synojnë qëllimisht objektiva civile.